Kjo është ajo çfarë kam për zotin Veliaj. Pesa tjetër, ato çfarë mendoj, zoti Veliaj përfundoi preku dekadencën e vet në formën ashtu siç i erdhi dekadenca. Pra, e gjithë karriera e zotit Veliaj ka qenë një karrierë e krijuar në mënyrë të falur, në mënyrë të pamerituar. Edhe Veliaj thuaj është falur sepse ja është dhënë, ja dhuru karriera, ja është dhuru hapësira publike, ja është dhuru protagonizmin në hapësirën publike. Ai vinte te mjaftë, ja pa mend kur bënte te mjaftë ato. Është produkti filozofisë dhe ne gjithë jemi këtu kemi marrë shkolla komunikimi dhe e dim shumë mirë se si krijohen dhe pse krijohen soft power-et e caktuara, qoftë shoqata, media, analistë, gazetar, janë pjesë e një grupi, pjesë e një entourazhi shumë të madh ose një mekanizmi shumë të madh i cili për arsye të caktuar në një moment caktuar, krijon vatra mendimi, vatra rebelimi, krijon flukse kulturore, flukse qytetare që në mënyrë krejtësisht artificiale, sepse nëpërmjet propagandistisë, fuqisë medias, këto trajtohen si asete kombëtare apo si asete të cilët vetëm këto mund ta bëjnë këtë gjë. Mjafton të ngrihesh në podium dhe është madhështia e podiumit që krijon rëndësinë, por në thelb duhet parë karriera, lufta, forca, karakteri, sepse njerëzit që ngrihen në detyrë pa një background profesional, integritet profesional, nuk kanë për çfarë ta bëjnë luftën. E bëjnë luftën vetëm për para dhe për ekonomi. Por një profesionist, një njeri i cili është gjakosur për të krijuar identitetin e tij profesional, e bën luftën dhe për dinjitetin. Emrusi gjithë këtyre që kanë rënë burg është vetëm luftë për dinjitetin nuk bëjnë këta. Këta bëjnë luftë për paran, për dinjitetin nuk bëjnë luftë. Nuk bën luftë për familjen, nuk bën luftë për emrin, nuk bën luftë për trashëgiminë e tyre, për fëmijët e tyre që ndjen krenar nesër. Ku e keni ju? Pavarësisht që ndodhet pas hekura, pse Veliaj gjithë këtë masakër, korrupsioni e bëri pa dieninë e shefit qeverisë. Kullat kush i jep? Bashkia apo KKRT-ja? KKRT-ja. Po pa diskutim. Pse është zoti Veliaj? Ku është pastrimi i parave sot? Dha një mesazh. Ku është pastrimi i parave këtu? Ku është pastrimi i parave që ka shkatruar GDP-n e këtij vendi? Kjo është e vërteta, zotëri. Dhe zoti Veliaj duhet luftojë për dinjitetin tashmë, jo për ti, as për bashkëshortës ti, për të djalit ti. Për atë ka detyrë të luftojë që nesër djali vet mos të jetë kokulur. Atëherë, në qoftë se ky ka bërë dhe pretendon që ka bërë një karrierë të pamerituar, ja është dhënë ajo falas. Pra Edi Rama ja ka dhuruar atë. Dhe Edi Rama ka drejtën përdesa i ka dhuruar pasurinë dhe nuk i ka pranuar lojat pas shpine Edi Ramës për t'i zënë vendin, atëherë e meriton ai. Ai ndihet e meritojun këtë gjë. Se Edi Rama më dha gjithçka, unë nuk i binda urdhit e Edi Ramës dhe tani le të bëj burgun, partia ime më dënon. Se kjo është logjika. Jo zotëri. Ne në krye shtetit duhet të ndërtojmë njerëz të cilët kanë bërë karrierë dhe kanë çfarë të mbrojnë jetë. Jo njerëz të cilët nuk e dinë pse janë dhe në një moment caktuar gjenden princat të këtij vendi. Prandaj kam qenë gjithmonë dhe do jem gjithmonë kundra njerëzve të cilët vinë pa një produkt profesional. Është shumë e rëndësishme kjo normal, sepse njeriu duhet di në momentet vështira çfarë duhet mbrojë. Çfarë duhet mbrojë? Po duhet të jetë rritur dhe në betejë. Po betejat e krijon liderin politik. Një lider politik bëhet nga betejat. Nuk bëhet vetëm në Shqipëri ke lidera politik që nuk i prodhojnë betejat. Ke Gazbardhin që e bëri Sali Berisha sot kryetar grupit Partisë Demokratike, është i vetmi produkt në Partinë Demokratike që s'ka bërë një garë. Është i vetmi produkt që ka humbur në mënyrë më të turpshme. Është i vetmi produkt që ka sulmuar në mënyrën më brutale liderin e Partisë Demokratike duke u futur në familje. Dhe është ai njeri i cili sot gjendet aty ku është, pse? Sepse politika ndonjëherë i merr njerëzit pa skrupuj, i merr për t'i përdorur sepse ata janë njerëzit gjylet e topit që mund godasin pa frera, pa dignitet, pa moral kundërshtarët e tij politik. Dhe kjo nuk është kulturë politike, kjo nuk ndërton institucione, kjo shkatron institucione. Andrej, një këndvështrim për te që sapo tha Reldari mbi njerëzit, edhe për qëndrimet e Gazbardhit, por edhe se çfarë ndodh tashmë, a do ketë fuqi Veliaj të reagojë pas hekurave? Nuk është se ka një për çfarë do të reagojë Veliaj, nuk është se ka një gjithë fuqia Veliaj do të përmbledhet mbi daljen për sa kohë ai pretendon se është i pafajshëm, dalje i pafajshëm nga dera e gjykatës. Pjesa tjetër politike, pastaj në kushtet ku ishte Veliaj, që pas arrestimit nuk pretendoni se do bënte një politikë të madhe për te pas
qelisë. Nuk ke mundësi fizike ti. Nuk ke asnjë mundësi fizike. Thjesht mund delegosh detyra, po Bashkia Tiranë nuk është një bashki, e kupton sa e rëndësishme është që delegosh nga burgu, sa të vi letra ta çosh prap mbrapa, nuk ka logjik. Çfarë do ta ndjekin nëpërmjet televizionit apo telefonit? Mund të bëhet i penduar i drejtësisë nëse shikojnë që Partia Socialiste, po nëse ja Eldari thot gjithë to kulla janë dhënë me bekimin e Edi Ramës. Po jo, ka KKRT-ja thot Eldari. Po pra është Edi Ramës. Është po Edi Ramës Edi Ramës jo me bekimin. Ato janë dhënë nga Rama, s'ka punë Erioni këtu. Po prap, këtë po thash. Po ti po më jam rregull, po më thot do i bëti penduar pse ka dhënë Rama kullat. Jo, po them në një, jo gjove çfarë tha Ermali, prandaj nuk e lidhem me atë që theti. Jo pse ka dhënë Rama kullat, se Rama ka dhënë, po them në gjithë që çfarë ka ndodhur dhe që akuzon Spaku. Erion Veliaj nuk mund të qenë lojtar tek pull. Po dhe në këtë pjesë mund të ndodhi që ai të bëhet i penduar i drejtësisë dhe të flasë kundër Ramës. Mund të bëhet i penduar njëri që s'ka faj morburi dhe ju, që është i pafajshëm. Si të bëhet i penduar për çfarë kur s'ka bërë krim? Them në këtë sens, pra ai ndihet i braktisur tashmë që. Ju se di në ndihet i braktisur, se nuk e dim fare. Hipotetikisht, se nuk po them. Jo, po ta them shumë sinqert o Ermal. I braktisur je kur të kanë braktisur. Ata e kanë braktisur atë për atë punë. Po se di more nëse ka përkrahje. Faktin që i thanë Xhafajt hesht, faktin që ja hoqën njerëzit nga lista, faktin që e lanë pa pushtet, faktin dhe që zvendësuan. S'ka pushtet, mos mund të ketë një pushtet njëri në burg më burr. Në konceptet europiane, në perëndim, për poste europianeve, një person që thjesht akuzohet dhe është në netim. Një gojën pëse sa i mos flisi për Veliajn, kjo nuk është i braktisje? Një sekund më me radhë, se do mi lesh me radhë se ngatron nga tema në temë dhe... Dakord. Ideja është, duhet kuptojmë e para njërë, a i nuk tha mos fisi për Veliajn, tha mos sulmoni Spakun. Nuk tha mos fisni për atë të keqin, po mos sulmoni Spakun në asnjë lloj forme për askënd. Pa dyshim që rasti ndodhi tek zoti Veliaj. Por, si pas logjikës time, nuk do të ndishte rrugën që ndoqi kundërshtari i tij, që e bëri Spakun copë e çik me akuza deri nga më çuditshme që ishin organizat kriminale. Tani, pastaj është kryeministri, është në qeverisje, nuk mundet që një institucion që i ke ngritur ti me votat e tua dhe thua se është jotik, ne tani na që ka pa pritur, ose ke bërë punën mirë, ose të dolën fjalës këta prokurorët që po sot i kritikoj.